duke qenë se vit pas viti këtu ka pasur shumë ndërtime dhe bankina e kanalit është pushtuar, bashkia e Dosit vendosi pas përmbytjeve, siç e përmendë ju, përmbytjet e mëdha të 6 janarit, që të prishën ndërtimet që janë buzë bankinës. Bëhet fjalë për disa ndërtesa, të cilat po thua se të gjitha janë shembur, me përjashtim të një ndërtese që ndodhet pas merë që duhet nga pamjet, e cila ka pritet që të merret vendimi në ditën në vijim, nëse përfiton nga ligji i legalizimit apo jo, sepse do të thënë që një pjesë e banesave që janë shembur, një pjesë e banorëve kishin aplikuar për të legalizuar, por në bazë të ligjit janë refuzuar, sepse vjen që ndërtimet që janë ngritur buzë bankinës, buzë kanaleve të ujave të larta nuk mund të legalizohen. Për këtë arsye, tashmë janë shembur dhe banorët kanë reaguar, kanë protestuar, nuk e kanë pranuar këtë gjë, por një pjesë e tyre me cilët unë kam kontaktuar ditën e djeshme janë shprehur se tashmë kjo gjë është vendosur, është realizuar shembi atyre dhe presin që bashkia të japi të paktën një nga hyrjet e sidit që është ndërtuar në spital, që u ndërtuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe pas tërmetit të 26 nëntorit vitit 2019.